Shtylla e fortë e kësaj familje emblem, gjithsesi ishte Basa Shaban Jashari, i cili krahas rritjes së 8 fëmijëve, ishte mësuese veprimtar, ish i burgosur politik e luftëtar çlirimtar. Ka një epizod të zakonshëm për Basën Shaban, e fascinues për të tjerët, që e lidh Basën Shaban me nipin e tij Lulzimin. Në vitin 1995, Luli arrestohet e mbohet rob nga policia serbe. Policia e Serbisë friksohej t'i afrohej kullës së Jasharajve dhe e thret Basën Shaban për bisedime, për negociata, si thuhet sot. I thonë, nëse e dën djalin gjallë, na e dorëzo armatimin. Pra, shpëton nipin e dorëzo pushkët. Basa Shaban ju përgjigjet, mbajeni Lulin se japim armatimin. Lula kemi boll. Sot e kemi këtu Lulzim Jasharin. Sot e kemi këtu Lulin, por e kemi edhe armatimin e FSK-s, dy gjëra që këto sërish i lidh Basa Shaban. Prandaj sot të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, nuk mjafton që vetëm të ngrejmë flamurin, të mbajmë një minutë heshtje, të vëmë kurorat apo të thurrim vargjet e bukura, që të konsiderojmë se puna jon mbaron këtu. Ne nderojmë e lartësojmë punën dhe idealin e atyre, kur në jetat tona ne punojmë vazhdimisht e paundalur për të avancuar lirinë dhe demokracinë, mirëqenien dhe bashkimin, barazinë dhe drejtësinë, mbrojtjen dhe sigurinë, ideale për të cilët ata dhanë jetën. Si qeveri, ne do të marrim përsipër zbatimin e duhur të ligjit për kompleksin memorial Adem Jashari. Prekazi dhe kullat e Jasharajve janë vendi prej nga ne marrim trimërinë dhe guximin dhe frymëzimin për të punuar dhe ndërtuar vendin tonë. Kullat janë në gjendje të rëndë dhe kërkohet trajtim serioz e profesional për të ruajtur dhe mbrojtur kompleksin Adem Jashari. 21 vite pas, vitin që shkoi Prokuroria Speciale e Kosovës, ka nisur hetimet për vrasjen e familjes Jashari. E kemi për obligim e detyrim për lirinë dhe paqen që së gëzojmë e për të cilën familja Jasharaj dha gjithçka që të kërkojmë drejtësi ne pa u ndalur jo vetëm për ata. Të ardhmen do ta ndërtojmë jo duke harruar rrafshuar të kaluarën tonë, por duke kërkuar drejtësi për neve që jemi dhe për ata që s'janë veç se fizikisht me neve. Askujt nuk i kemi borxh që t'i kërkojmë falje pse na kanë vrarë në vendin tonë e në të drejtën tonë. Vetëm drejtësia dhe kërkimfalja garantojnë paqen e qëndrueshme. Është në detyrën tonë të kujtojmë jetën dhe veprën e tyre, të mbajmë gjallë kujtimin për ta, duke kryer detyrën tonë të shërbimit mbi bazën e idealit të tyre. Para 22 vjetësh, unë mbaj mend shumë mirë kronologjinë e ngjarjeve të asaj kohe. Me 28 shkurt, masakrat në Qirez dhe Likoshan, me 2 mars është demonstrata më e fuqishme e vitit 1998 në Kosovë, që mbahet në Prishtinë, me 5, 6 dhe 7 mars janë epopeja UÇK-s, me 9 mars është demonstrata më masive në Kosovën e vitit 1998. Pra, nuk e flas kronologjinë për të relativizuar rëndësinë, mirë po epopeja UÇK-s ndodhej midis demonstratës më të fuqishme dhe demonstratës më masive. Pas epopesë së UÇK-s, ushtria shërimtare e Kosovës merr hovin vendimtar, me 9 mars nuk kishte shqiptar të ulur. Ishte një popull në këmbë dhe për më tepër deklaratat e grupit kontaktit për nga gjuha dhe përmbajtja ndryshojnë përgjithmonë në favorin tonë. Jemi për herë krenar e çdo herë mirënjohës për sakrificën e Jasharajve. Për ulemi para veprës së tyre dhe familjeve të tyre. I kujtojmë ata të rënët që t'ja përkujtojmë vetes ngritjen. Lavdia Jasharajve dhe gjithë herojve e dëshmorëve e martirëve të kombit. Ju falemnderit.